Na tregon një tregim nga sahabët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur në Medinë, ka dalë në rrugë të Medinës e ka thonë: "O ju njerëz, jepni selam edhe shpërndani bukë." E në këtë rivajetin që të shka e tregova, që ka dhe thonë, lidhërni mes vete, farefiksit, apo të vizitoni, edhe falur një natën, të khullu gjenet e biselam, keni me hinë gjenet me selamin, apo me shpëtimin e Allahut, me lehtësimin e Allahut, dhe gjelal. Edhe këtë laf e kanë guhe, kush një rabin, pi rabinave, të jahudive që e konë në atë vakt Medine. Ki rabini e ka pas emnin Abdullah ibn Selam. Dhe thotë, kër e ka një këtë laf, ka thonë, ki laf nuk mund më koni njëri tjeshtë. Edhe ka ardhën për me e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe me testu, edhe ja ka parashtruar dhe thotë, disa pyetje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi ja ka përgjigj këto pyetje. Këtina. E pastaj ki ka dashur me adhon një mësim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, ma njerëzi prevalon të ndonjë, shka kthejnë të mas, se jahudit nuk ka. Ka thonë qysh, ka thonë këshire, une përshot që ti je pejgamber, edhe unë jam të pranu islamin. Por, ti kime shku kime vetë poplin tem. Qfar burri ashtë Abdullah ibn Selam? Edhe të gjithë ata kanë më thonë që jam burri mirë, se me të vërtet akon burri mirë. E masen ku ta pranoj unë islamin, kime pas që ato kanë më thonë që jam burri keq. Edhe për një me, e ka morën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Selamin, e ju ka thonë jahudive, çka mendoni ju për çet njeri? Çfarë njeri është ki? Ka thonë, ki jam më i mëshëm për neve, ka pas babën më të mëshëm, akon më i devotshëm edhe e një dinin më smeti për neve. Edhe ka thonë pejgamberi, po nëse ki e pranon islamin, a kishim e pranu edhe ju islamin? Ka thonë, nëse ki e pranon islamin, edhe na kena me pranu. Ka thonë, hajde Abdullah, del pra, edhe ka thonë, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Janë këthi këtë jahudit, ka thonë, kja është ma i keqë për neve, kja ma i poshtë për neve, ka pas ma trathari, ma se një ma kretë, edhe janë këthi jahudit. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë sahabi, sikur t'i shkone dhe një kush për jahudive, apo këto, një 10 për jahudive, për shimull, sikur këtë jahudit kishin më bo musliman. Po, për fatë këtë që akon veç ki, Abdullah ibn Selami, edhe atyre tjerë s'ka dasht me e pranu e shpëtimin e Allahut, dhul gjelal.